Këtu është horoskopi i martë 9 dhjetor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ata që kanë filluar kohët e fundit një projekt të ri janë me fat dhe do të kenë edhe më shumë në muajt e ardhshëm. Është një horoskop që sjell ndjenjat në plan të parë. Te biesh në dashuri. Demi. Jeni të tensionuar sepse disa oferta pune nuk kanë sjell përfitimin që keni dashur. Ndoshta do të jetë e përshtatshme që dikush të kontrollojë llogaritë dhe çështjet familjare. Binjaket. Ju jeni të bindur për veprimet tuaja, kjo është në rregull. Ju mund të ndërtoni diçka të rëndësishme në të ardhmen. Gaforja. Nga pikpamja sentimentale, kjo periudhë vlen shumë, plus ndjenjat tuaja janë më të qarta. Dikush duhet të marrë një biznes, apo edhe ca para për të provuar dhe për t'u përmirësuar. Luani. Ju jeni më mirë kuptues në dashuri, në jetë. Rimëkëmbja profesionale në pamje. Virgjeresha. Tani çështjet e biznesit janë pothuajse më interesante se sa dashuria. Duhet të marrësh frymë për t'i dhënë vetes një pushim të shëndetshëm nga gjithë nxitimi dhe nxitimi në të cilin ndodhesh. Peshorja. Ju jeni i tensionuar në dashuri, duhet të bëni një zgjedhje personale ose midis dy personave. Përgjegjësitë rriten në punë. Akrepi. Dita është e mirë, por nuk ndiheni në ambientin e duhur. Për çifte të qëndrueshme, fëmijë që vinë ose projekte të reja në proces. Aktivitete të reja fituese të çmimeve, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar konsensus. Shigjetari. Kjo ditë fillon në mënyrë të lodhshme, ndoshta sepse edhe ju jeni më të ngadaltë në mendime dhe veprime. Në studim duhet të punoni më shumë ose në punën tuaj do të duhet të vini në dyshim disa marrëveshje të bëra në të kaluarën. Britsjapi. Sot, ju mund të humbni durimin tuaj për një arsye vërtet të parëndësishme. Pasdite shmangni konfrontimet direkte me njerëzit që ju interesojnë ose me të cilët bashkëpunoni, duhet të përpiqeni ta bëni veten më të repte. Ujori. Luaj sot letrat më të mira, vetëm kujdes nga disa polemika familjare. Dita është interesante dhe e dobishme për të mbyllur marrëveshjet, por sonte ka një rënje fizike, mos u lodhni, dhimbje koke. Peshqit. Dashuria e zjarrit kalon mbrapa dhe më shumë butësi në marrëdhënie. Ka nga ata që kërcënojnë të lënë një situatë pune ose do të donin një përmirësim. Forca për t'u rikuperuar është. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.